atëherë të analizojmë pak se pse Brikena nominoi Mateon, hoqi Stelinën dhe nominoi Mateon, që unë mendoj se ishte veprim i pa drejtë ndaj Mateos. Nga Brikena flas. Po pse e bëri Brikena një gjë të tillë? Mendoj se janë dy arsyet. Si fillim Brikena hyn tek lojtarët që mua më pëlqen në shtëpi, nuk kam asnjë lloj kundërshtie me Brikenën, s'kam asnjë problem me të, por në këtë moment veproi gabim. Pse? Sepse e para njerë Brikena u tregua pak kontradiktore në veprimin që bëri me Eugjinin, kur tha që unë e shpëtova Eugjinin sepse Eugjini më shpëtoi mua dhe desha t'ja ktheja si nder. Ndërkohë nuk bëri të njëjtën gjë me Mateon, sepse Mateo e shpëtoi një herë, kurse kjo ja ktheu duke e nominuar. Po pse e ka bërë Brikena këtë? Unë mendoj se janë dy arsyet. E para, Brikena ndoshta po tenton të krijojë ishullin e saj të lojës ose lojën e saj, e pa ndikuar nga pjesa tjetër e shtëpisë. Një kjo, ose të paktën kështu të duket dhe në publik. E dyta, ndoshta mund të jetë dhe kjo, që ajo me këtë veprim ka futur në lojë Mateon në raport me të. Pra kanë krijuar një dyshe për cilën publiku mund të jetë shumë kurioz të di se si do vazhdoj. Dhe nëse Brikena e ka bërë për këtë të dytën, atëherë po, është një vajzë e zgjuar. Nëse e ka bërë pastaj thjesht për treguar se shiko, unë me Mateon s'kam asnjë punë dhe prandaj po e nominoj, kjo është një gjë, po them, kot dhe s'kishte pse ta bënte. Më mirë rrinte besnik idealeve të veta të tipit që nëse ti më bën një nder, unë ta kthej me një nder, se sa të bënte këtë.